Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e arsimit në qarkun e Fierit, ku foli për prioritetet e këtij viti shkollor. Ministria theksoi se ndalimi i përdorimit të celularëve gjatë orës së mësimit do të zbatohet këtë vit me rigorozitet, ndërsa po zbatohen kurrikula të reja dhe do të zgjerohet përdorimi i teknologjisë në shkolla. Bashkia e Këlqyrës ka marrë masa për të garantuar ngrohjen gjatë stinës së dimrit në të gjitha institucionet arsimore që ka në jurisdiksionin e saj. Në shkollat e zonave rurale përdoren në drut e zjarrit, ndërsa në qytet ngrohja është e siguruar me naftë. Në teatrin Zikni Sako në Gjirokastër u prezantua vëllimi poetik Vedia ime mban mesh i autorit Odisej Kote në titullin Vjesht poetike në Gjirokastër. Gjirokastra po fokusohet gjithnjë më shumë tek zhvillimi i turizmit historik, duke promovuar personalitetet e njohura të zonës që kanë lënë gjurmë jashtë Shqipërisë. Sipas studiuesit Niko Kotheria, investimet në muze, biblioteka dhe arkiva të mirë organizuara do të ndihmojnë që studimet për të kaluarën e qytetit të jenë më objektive dhe të ofrojnë një pasqyrë reale të historisë së Gjirokastrës. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e arsimit në qarkun e Fierit, ku foli për prioritetet e këtij viti shkollor. Ministria theksoi se ndalimi i përdorimit të celularëve gjatë orëve të mësimit do të zbatohet këtë vit me rigorozitet, ndërsa po zbatohen kurrikula të reja dhe po zgjerohet përdorimi i teknologjisë në shkolla. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e arsimit në qarkun e Fierit, ku foli për prioritetet e këtij viti shkollor. Ajo theksoi se do të ketë më shumë vëmendje për programet që nxisin krijimtarinë dhe frymën komunitare në shkolla, si art dhe zeje, qendra komunitare dhe bëjmë detyrat e shtëpisë. Kemi nisur vitin shkollor me një masa shtreja, me rregullin e rrept të mos përdorimit dhe të mos mbajtjes së celularëve për nxënësit gjatë orës mësimit, rregull të cilin pavarësisht se deri diku e kemi pasur, por nuk e kemi zbatuar me aq rigorozitet. Udhëzimi i ministrit këtë vit në mënyrë taksative e ndalon përdorimin e telefonit gjatë orës mësimit. Janë iniciativa që Ministria e Arsimit në 10 vitet e fundit i ka iniciuar për dy qëllime. E para, për të krijuar brenda shkollës një frym që shkon përtej detyrimit, disiplinës, asaj që shihet paksa si disiplinë, por edhe për të krijuar një frym ku komuniteti, ku familjet, ku aktorë të tjerë lokal, siç mund të jenë bashkitë apo siç mund të jenë bizneset, të kthehen dhe të bëhen bashkëpunëtor më të rëndësishëm të shkollës. Programi Ekipe Sportive ka qenë një program të suksesshëm të kësaj natyre. Ndërkohë që duam që ta zgjasim programin mbas shkolle, pra mbas orës së mësimit, edhe për t'ju dhënë prindërve mundësinë të kenë më shumë fëmijët në shkolla dhe ata të mund të merren dhe me aktivitetet tyre dhe probleme familjare, por edhe ne t'i mbajmë më shumë fëmijët në programe edukimi, që nuk është vetëm ajo që është taksative, detyrueshme, që vlerësohet me një notë dhe që krijon një tjetër lloj tensioni ke fëmijët, tek nxënësit, por të japim edhe një frym tjetër bashkëpunimi që krijon të tjera praktika dhe arte zeje, të cilën ne do ta rishikojmë, do bëjmë një analizë të kësaj përvoje 3 vjeçare apo 2 vjeçare që është ndërtuar në disa shkolla, për ta rikthyer në një përvojë që në radhë të parë t'japi jo vetëm edukim, po t'japi edhe kënaqësi. Tani kjo është një detyrë që nuk bëhet vetë, kjo është një detyrë që po nuk e kuptuam ne vetë. Mësuesit, drejtorët e shkollave, kjo gjë nuk mund të jetë e suksesshme. Na rezulton që është më e suksesshme atje ku ka një drejtues shkolle pasionant, ku ka një mësues që këtë punë e bën me qef, dhe jo thjesht sepse e ka në program për ta bërë. Ministria bëri të ditur se po përgatiten kurrikula të reja për disa klasa dhe lënd, veçanërisht për edukatën qytetare, ndërsa po zgjerohet përdorimi i teknologjisë në shkolla. Ajo theksoi se bashkëpunimi mes shkollës, familjes dhe komunitetit është çelësi për suksesin e këtyre programeve. Kemi programet e reja që kanë të bëjnë në radhë të parë me shpërndarjen gjithmonë më të madhe nëpër shkolla të teknologjisë së informacionit, për të cilat tashmë kemi nisur dhe kurrikulat e reja për klasat e para, 2-ta, 3-ta dhe të 4-ta, shpërndarja e teksteve dhe manualeve të përdorimit si për mësuesit dhe për fëmijët,
Fillojmë dhe përgatitemi për kurikulat e reja për klasën e parë, të 6 dhe të 10, me të cilat praktikisht fillojmë rinovimin dhe sidomos për disa lëndë që janë lëndë me karakter kombëtar, siç është për shembull lënda e edukatës qytetare, që do duhet ta sillim më në vëmendje se që kemi pasur për të mos e konsideruar lëndë dytësore. Drejtoria rajonale e Fierit është një nga drejtoritë më të zgjeruara me një territor në 6 bashki dhe 14 zyra arsimore për të 3 qarqet, Fier, Gjirokastër dhe Vlorë. Bashkia Këlcyr ka marrë masa për të garantuar ngrohjen gjatë stinës së dimrit në të gjitha institucionet arsimore që ka në jurisdiksionin e saj. Në shkollat e zonave rurale përdoren drute zjarrit, ndërsa në qytet ngrohja është siguruar me naftë. Sipas nënkryetares Albiona Hoxha, procesi mësimor do të vijojë pa pengesa dhe në kushte optimale. Me ulljen e temperaturave, strukturat vendore të Bashkisë Këlcyr janë mobilizuar për të siguruar ngrohjen në të gjitha institucionet arsimore. Në shkolla dhe kopshte, ngrohja realizohet me kaldaj, me anë të sobave me dru dhe me anë të energjisë elektrike. Shkolla 9 vjeçare ka Mbërbënja që ndodhet në qytetin e Këlcyrës, ka një sistem ngrohjeje të kaldajave me gaz, kështu që ajo veçanërisht do të furnizohet me gaz, ndërkohë që në gjimnazin si Fillamaj Shova që pashtu ndodhet në qytetin e Këlcyrës, ka një sistem ngrohje të kaldajave me dru, kështu që ajo do të furnizohet me dru, kurse kopshtet dhe institucionet e tjera arsimore që ndodhen përkatësisht në njësitë e tjera administrative do të furnizohen me dru. Ne kemi marrë masa dhe jemi në procesi që të gjitha institucionet arsimore të mund të pajisen me mjetet e duhura për sistemin e ngrohjes brenda datës 15 nëntor që të bëhet dhe ballë ditëve të ftohta që na paraprin. Njëkohësisht vlen të përmendet që jemi në përmirësim për rikonstruktimin e shkollës Lumë Pavari, që është edhe një dëshmi e përmirësimit të infrastrukturës arsimore në Bashkinë e Këlcyrës. Qëllimi jon është që të mund të mirëpresim në institucionet arsimore nxënës me kushte sa më të mira, sa më të ngrohta dhe sa më komode për zhvilluar mësimin. Hoxha bëri të ditur se edhe në zonat e thella rurale janë marrë masat për të siguruar ngrohjen me lëndë drusore. Në vëmendje kanë qenë sigurisht edhe zonat rurale të bashkisë, sidomos ato që përballen dhe me pjesën më të madhe të ditëve të ftohta të vitit, edhe ato do të pajisen sigurisht me të gjitha sistemet dhe mjetet e nevojshme të ngrohjes. Në jurisdiksionin e Bashkisë Këlcyr janë gjithsejt 5 kopshte, 3 shkolla 9 vjeçare, 2 shkolla të mesme të bashkuara, si dhe 3 gjimnaze. Bashkia e Delvinës po kryen gjatë kësaj periudhe një sër investimesh në qytet duke përfshirë konstruksionin e gjimnazit Sulejman Delvina, bibliotekës së qytetit dhe përmirësime në ndriçimin publik të lagjeve me problematika. Sipas shefit të kabinetit Ersi Hamiti, një ndërhyrje e rëndësishme është bërë edhe në ujësjellsin e qytetit. Në Delvin bashkia po zhvillon gjatë kësaj periudhe një sër investimesh që synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët. Ndër projektet kryesore përfshihen rikonstruksioni i gjimnazit Sulejman Delvina, bibliotekës së qytetit, si dhe ndërhyrjet në ndriçimin publik në disa lagje ku më parë ka pasur problematika. Ne kemi një sër investimesh për momentin që jemi duke punuar në qytetin tonë, siç është rikonstruksioni i gjimnazit Sulejman Delvina, rikonstruksioni plot i shkollës aty, i bibliotekës së qytetit. Kemi pastaj punime të tjera që janë pjesë e punës së përditshme tonës, që ndriçimet në qytet dhe lagjet që mungojnë, riasfaltim, veshje me beton. Një pjesë e këtyre investimeve ka nisur, janë në proces pune. Pjesa tjetër janë pjesë e prokurimeve, sapo të mbarojnë. Sipas shefit të kabinetit Ersi Hamiti, një nga ndërhyrjet më të rëndësishme është ajo në ujësjellsin e qytetit, ku rreth 75% e rrjetit është rikonstruktuar plotësisht. Aktualisht po punohet për të përfshirë edhe disa lagje të tjera, në mënyrë që banorët të kenë furnizim të pandërprerë me ujë të pishëm 24 orë në ditë. Janë një pjesë e lagjes Lela Malo dhe Nëntetori, të cilat po punojnë aktualisht, janë deri përfundimit punime që kalojnë dhe ato me 24 orë ujë të pishëm. Këto investime pritet të rrisin ndjeshëm cilësinë e shërbimeve publike dhe të krijojnë standarde më të larta për jetesën në qytet.
Në teatrin Zihni Sako në Gjirokastër u prezantua vëllimi poetik Vedia ime mban mesh i autorit Odisej Kote në titullin Vjesht poetike në Gjirokastër. Aktiviteti u shoqërua me interpretime artistike nga aktorët e trupës teatrit dhe me analiza nga mësuese kritik letrar të cilët vlerësuan veprën si një udhëtim të thellë shpirtëror dhe filozofik. Në fund, le të digin heshtjen dhe pjata, pushtimet, fajt, i fshenjë në zënimin. E rësira e frika të kallin për t'i gjallët, sërish do të mbetet hiri. Le të mbyllën me drynat, dyrët e varezës, poetët e profetët t'i varin në përsheshje. Le t'i thajnë me zjarë burimet e pendesës, hiri për sërim do të mbetet. Dashuria u përket humsve të mëdhenj, ata digjen prej zjarit nga platët e gjata, ndryshuan pa dashur ëndrave në eter, lodhjeve të parrokshme, ëndjeve të pakta. Ata digjen prej zjarit e vështrimi i ngrot, durojnë të padurueshme në terin, në rufet, kur përvelohen si plajat e djegura mbi tokë. Dashuria humsve të mëdhenj u përket. Dashuria u përket humsve të mëdhenj, që ecin shprestyer rreth kryqeve në shi, të pagjumve në pranë nga vuajtje ferë, që heshtin e çmojnë gjerë në pafajësi. Ishin këto pjesë të shkëputura nga libri Vedia ime mban mesh i shkrimtarit Odisej Kote. Këtë herë Kote zgjodhi që lexuesit dhe kritikët ishin pjesë e referencave të librit të tij, duke marrë pas një rezume të përshtypjeve. Në përmbledhjen poetike, Vedia ime mban mesh, autori afton në një udhëtim të thellë shpirtëror dhe filozofik, ku poezia shndrohet në akt reflektimi për ulësie të sjellë me një ligjerim të latuar poetik. Me një gjuhë të gjeshur, plot figura të ndjeshme dhe simbolik të thellë, autori arrit të prek gjendje ekzistenciale që i përkasin njeriu modern, por që mbartin peshën e përjetshme të shpirtit njerëzor. Poezia si ver personal, për arsye se akti poetik kërkon vetmin absolute të poetit. Ndjenja është vetmitare për e mallkuar, pasi bart me vete peshën e përgjegjësisë, por edhe zburimin e një sekreti i cili mbetet më i tillë. Nuk mbetet më i tillë pasi i shëfyer lexuesit. Për kryetarin e bashkisë Flamur Golemi, shkrimtari Odisej Kote do të mbetet pena e artë jo vetëm e Gjirokastrës, por e gjithë vendit. Teksa të gjëja poezit, shumë njerëz që shkruajnë së bashku ti përhun vesh, në vazhdojnë biseda politike, edhe kuptova që në ato momente në fakt ti fillon të mbutesh një poezi të re. Unë ju besoj fort që meshën tënde, meshën të re, do ta dëgjoj shumë, edhe do vazhdoj qytet në qytet, dorë në dorë, zemër në zemër, pa tjetër për të marrë edhe pagës nga Gjirokastra. Vetë autori u shpreh se ky vëllim poetik ka një domethënie të veçantë për të, për shkak të rëndësisë që poezia mban sot në jetën shpirtërore të njeriut. Ky është komunikimi më i mirë që një autor, një shkrimtar duhet të ketë me lexuesin e tij, duhet të ketë me njerëzit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por jo vetëm kaq. Kjo ditë e sotme për mua e nxjerr Gjirokastrën nga haku apo nga banaliteti lokal dhe e bën një qendër kombëtare, pse jo edhe më gjerë. Janë pikërisht ngjarje të tilla. Dhe unë shpresoj që pas me tu të vinë piktor, vinë muzikant, vinë artistë të tjerë para publikut me këtë mesh, me këtë lloj meshe. Për të ballafaquar shpirtin e tyre artistik me publikun. Sepse kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, do t'i japë Gjirokastrës tonë vëndin që i takon në gjithë kulturën kombëtare shqiptare. Aktiviteti u organizua në kujdesin e veçantë të bashkisë Gjirokastër, me synim për të afruar gjithnjë më shumë lexuesin me artin dhe fjalën poetike.
Gjirokastra po fokusohet dhe gjithnjë e më shumë tek zhvillimi i turizmit historik, duke promovuar personalitetet e njohura të zonës që kanë lënë gjurmë jashtë Shqipërisë. Sipas studiuesit Niko Kotherja, investimet në muze, biblioteka dhe arkiva të mirë organizuara do të ndihmojnë që studimet për të kaluarën e qytetit të jenë më objektive dhe të ofrojnë një pasqyrë reale të historisë së Gjirokastrës. Sipas studiuesve të historisë, Gjirokastra duhet të përqendrojë më shumë vëmendje tek turizmi historik. Qyteti ka qenë vendlindje e shumë personaliteteve të njohura, të cilët kanë lënë gjurmë jashtë Shqipërisë, në vende të ndryshme të Europës dhe Ballkanit. Ky aspekt i pasurisë kulturore ofron mundësi të rëndësishme për zhvillimin e turizmit, duke tërhequr studiues, turistë dhe njerëz të interesuar për historinë dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Të kthej vëmendjen në një farë mënyrë Gjirokastra edhe përsa i përket turizmit të historisë. Pra kemi shumë personalitete të cilët janë nga Gjirokastra, por aktivitetin e tyre e kanë patur normalisht jashtë Shqipërisë dhe në vende të ndryshme të Evropës, të Ballkanit apo megjithëse se kaq. Kështu që një pol i rëndësishëm i zhvillimit të turizmit, themi në pjesën e historisë, është dhe kjo që njerëz të ndryshëm apo studiues të ndryshëm, të cilët kanë nevojë të informohen për personazhe të ndryshme që janë prej asaj zone, normalisht do të organizojnë edhe ekspedita apo do të organizojnë edhe takime të ndryshme, dhe kjo do të bëjë më shumë tërheqjen e njerëzve të cilët vinë drejt qytetit të Gurtë. Sipas studiuesit të historisë Niko Kotherja, sa më të kualifikuara të jenë ambientet muzeale, bibliotekat dhe sallat e arkivit, aq më të sakta dhe objektive do të jenë studimet për të kaluarën e Gjirokastrës prej tyre. Sa më të kualifikuara të jenë ambientet e muzeumeve, të cilat kanë nevojë dhe për një sallë arkivi apo për një sallë biblioteke të muzeut, këto premtojnë që të kemi studime akoma dhe më të mira, akoma dhe më objektive të ngjarjeve të personazheve historik, dhe pse jo një pasqyrë më reale të së shkuarës, jo vetëm të Gjirokastrës, por edhe më gjithsesi aq. Investimet në infrastrukturën kulturore premtojnë një pasqyrë më të qartë dhe më reale të historisë së qytetit, duke e bërë Gjirokastrën jo vetëm një destinacion turistik, por edhe një qendër të rëndësishme studimore dhe kulturore. Në Zagori, mes rrugëve të ngushta malore dhe stinëve të vështira, ka një njeri që prej më shumë se 3 dekadash është bërë pjesë e përditshmërisë së banorëve. Ai është Jorgji Kuro, shoferi që çdo mëngjes me përkushtim dhe dashuri për vendlindjen siguron lidhjen e fshatrave me qytetin. Të gjithë e njohin për thjeshtësinë, për kushtimin dhe misionin e një njeriu që prej vitesh i shërben komunitetit të tij me zemër. Jorgji Kuro është një nga ata njerëz që me përkushtim dhe punën e tij të palodhur ka lënë gjurmë në komunitetin e Zagorisë. Prej më shumë se 30 vitesh, ai është shofer që lidh fshatrat e thella me qytetin, duke u bërë një hallkë e rëndësishme në jetën e përditshme të banorëve të zonës. Vitet kaluan dhe me ndryshimet që sollen vitet 90, edhe ai si shumë shqiptar të tjerë u përball me sfidën e emigracionit. Me mbarimin e shkollës mesme në 74, fillova punë në Zagori. Puna ime e parë ka qenë në SMT, ndihmës traktorist. Pas viteve 90 vajta 3-4 vjet në Greqi, siç vajtë tërë zagoritët edhe tërë shqiptarët. Bëra ca lek atje, erdha këtu, bleva një autobus, fugon dhe fillova punën për transportin e njerëzve. Mbush 30 vjet, për ca muaj mbush 30 vjet që bëj këtë punë. Para viteve të 90, ky profesion ka qenë ëndër për këtë dhe nuk e mirte kushdo këtë zanat më përpara. Edhe sot, pas kaq shumë vitesh, ai vijon të jap kontributin e tij me të njëjtin përkushtim si ditën e parë. Çdo mëngjes, pavarësisht kushteve të motit apo gjendjes së rrugëve, ai është aty për të siguruar që banorët të kenë një mjet transporti të besueshëm. Jam krenar një herë që i shërbej asaj zone, me vështirësira, me konkurenca ka qenë nga më të ndryshme, por ja, po ke vullnet edhe ke pasion zanatin, them që i adel, unë vazhdoj sepse në Zagori edhe në Pogon shokët e mi të ri nuk ka atje. Edhe ngelëm neve me ndihmojmë njëri tjetrin, se s'ka. Të vetme gjë është ilaçet që të marrë, se unë kam bërë edhe transportin e njerëzve, edhe ambulancën, edhe ushqimet, edhe tëra, sepse rruga e Zagorisë ka qenë shumë e vështirë për të bërë. Me vështirësi e kam bërë, e kam makinën e 4-5 që po e mbarë, që kur e nisa këtë punë, nuk e dija që do vinte filli në këtë gjendje. E mendoja që të hap një punë, se duke vajtur në Greqi ato 3-4 vjetë e shikoja, të hap një punë që këtë punë
alë edhe fëmijëve të mi, fëmijët pogonit dhe zakorit që vini të hënën edhe të prëmten, i pia të hënën dhe i mirë të prëmten, unë i kam marrë pa lek. Nuk them se jam i pasur, po them ndërronim edhe për ne të bënim një shkollë ande këtja, se edhe këta tani nuk janë në gjendje, këto familje që kanë ngelur tani nuk janë në gjendje që të mbajnë fëmijët me t'i paguaj. Dëshira e tij është që për sa kohë të ketë mundësi, do të vazhdoj këtë mision të përditshëm në shërbim të komunitetit të tij. Letërsia frymëzim për paqe. Në këtë slogan, Këshilli Lokal i Paqes Konispol organizoi veprimtarinë që përcolli mesazhe uniteti, respekti dhe dashurie për artin e fjalës dhe për vlerat e Federatës së Paqes. Në këtë veprimtari ishin bashkë Këshilli Lokal e Rajonal i Paqes, Bashkia Konispol, Shkolla e Mesme Bido Sejko dhe Klubi i Krijuesve Jonianët. Nën sloganin Letërsia frymëzon paqe, Këshilli Lokal i Paqes Konispol organizoi një veprimtari që përcolli mesazhe uniteti, respekti dhe dashurie për artin e fjalës dhe vlerat e paqes. Në këtë aktivitet morën pjesë Këshilli Rajonal i Paqes, Bashkia Konispol, Shkolla e Mesme Bido Sejko dhe Klubi i Krijuesve Jonianët. Kryetaria e Këshillit Lokal të Paqes, Bukuri Brau, falenderoi pjesëmarrësit, mes të cilëve shumica ishin gjimnazistë të shkollës Bido Sejko. Në këtë veprimtari përshëndetën edhe sekretari përgjithshëm i Federatës për Paqe Universale në Shqipëri, Gani Roshi, antari i kryesisë Ymer Hoxha dhe nënkryetari i Bashkisë Konispol Julian Lako. Aktiviteti në Konispol ishte vërtet i jashtëzakonshëm. Letërsia frymëzon paqe vërtet rrezatoi me krijimtarinë e të rinjve të kësaj shkolle, veçanërisht me vajzën e re, autoren dhe poeten që besoj do ketë shumë të ardhme, Anisa Xhaferi. Ajo çfarë mua më bëri shumë përshtypje ishte harmonia, uniteti dhe mbështetja që të rinjtë e shkollës bashkë moshatarët e saj treguan ndaj Anisës dhe besoj që kjo është një arritje e gjithë shkollës dhe e drejtoreshës së shkollës. Urime. Një moment i veçantë i aktivitetit ishte certifikimi i 5 nxënësve të dalluar si ambasador të rinj për paqe, si dhe i disa figurave të njohura të komunitetit në fusha të ndryshme. Në fund u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi mes Federatës për Paqe Universale dhe Bashkisë Konispol, që synon forcimin e vlerave të paqes dhe bashkëpunimit në komunitet. Është kënaqësi që në Konispol u realizua gjithashtu nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit mes Federatës së Paqes dhe Bashkisë Konispol. Kjo është iniciativë që besoj do të vazhdojë edhe në bashkitë e tjera në gjithë vendin dhe në këtë rast dua të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe nënkryetarin e bashkisë që ishte prezent në nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe ne shpresojmë që vërtet të evidentojmë personalitete për t'i vlerësuar dhe për të promovuar vlerat më të mira që ka Konispoli dhe rrethinat e saj. Veprimtaria u përjetua si një ngjarje që bashkoi breza, frymëzoi të rinj dhe dëshmoi se letërsia mbetet ura më e bukur që lidh njerëzit drejt paqes dhe krijimtarisë. Pikturojmë në Telajo vlerat e traditës ishte tema e ditës së hapur që Qendra Kulturore Fato Berberi në Gjirokastër zhvilloi me fëmijët e kursit të pikturës. Fëmijët sollën në punimet e tyre ngjyrat dhe motivet e trashëgimisë son kulturore, ndërsa në fund u hap edhe një ekspozit me krijimet më të mira të tyre. Qendra Kulturore Fato Berberi në Gjirokastër zhvilloi një ditë të hapur me rrethin e piktorëve të vegjël me temën Pikturojmë në Telajo vlerat e traditës. Fëmijët të frymëzuar nga trashëgimia kulturore sollën në Telajo motive të veshjeve popullore, objekte artizanale dhe peizazhe karakteristike të Gjirokastrës. Po, kam realizuar një pjesë të madhe të atyre punëve, një pjesë e qilimave që ju shihni aty janë të realizuara nga unë dhe disa nga vajzat e tjera. Piktura është pasioni im dhe kur bëhet fjalë për të pikturuar traditat e vendit tim, atëherë unë më pëlqen shumë. Është një gjë që unë e bëj me pasion të madh dhe që shpresoj të vazhdoj dhe ta bëj. Edhe neve breziri kemi interes për të mësuar rreth traditave të vendit tonë, siç janë çmyrat, qylimat, dhe qëndisja, qepja, të tëra këto lloj gjërash që na bëjnë neve shqiptar. Krahas pikturës në ambientet e brendshme të qendrës u hap edhe një ekspozit me punimet e fëmijëve.
Jam diku rreth 30 punime, duke qenë se qendra frekuentohet nga shumë fëmijë të cilët kanë pasion, po them artin figurativ apo pikturën. Tradita është, po them unë, që transmetohet brez pas brezi që nga familja, prindrit, kurse te pjesa e kursit, po them unë, e pikturës ajo lind që me fëmijët që sa lind ka nevojë që të shpreh ato ndjesitë e veta nëpërmjet vizatimit apo nëpërmjet ngjyrës. Rreth 20 fëmijë ndjekin kursin e vizatimit dhe pikturës në këtë qendër, i cili zhvillohet kryesisht gjatë fundjavave. Aktiviteti synon të nxjisë dashurinë për artin pamor dhe të ruaj vlerat e traditës përmes krijimtarisë artistike. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.